vetëm për votuesit nga jashtë. Votuesit jashtë vendit të regjistruar në listën e zgjedhësve nga jashtë mund të votojnë për Kuvendin e Shqipërisë për zgjedhjet e 11 majit 2025. Operatori postar DHL do t'ju dorëzojë në adresën që ju keni deklaruar në PER zarfin e dërguar nga KQZ. Dorëzimi i zarfit do të bëhet individualisht për çdo zgjedhës. Nëse korrieri nuk do të mund t'ju dorëzojë zarfin dhe pas 3 tentativave të ardhjes në adresën tuaj, atëherë ju mund të shkoni të tërhiqni zarfin në një nga zyrat postare të DHL sipas njoftimit të kësaj të fundit. Brenda zarfit të ardhur nga KQZ, ju do të gjeni zarfin e postës për kthimin e fletës, udhëzuesin, një listë me numrat e telefonit të DHL në shtete të ndryshëm, zarfin B. Lexoni me kujdes materialin udhëzues për procedurën e votimit dërguar nga KQZ. Merr zarfin B, nxirr prej tij zarfin A. Hapni me kujdes zarfin A dhe nxirrni fletën e votimit. Hyni në llogarinë tuaj në PER dhe konfirmoni marrjen e zarfit postar. Ju mund të votoni, pra të plotësoni fletën e votimit në një nga mënyrat më poshtë. Vetëm për partinë ose vetëm për koalicionin e partive, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë së bardhë për bri emrit të partisë apo koalicionit të partive që doni të votoni. Në këtë rast, vota juaj llogaritet vetëm për partinë apo koalicionin që keni zgjedhur. Vetëm për një nga kandidatët, emrat e të cilëve gjenden në listën e hapur. Vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë së bardhë për bri emrit të kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast, vota juaj llogaritet për kandidatin që keni zgjedhur, por njëkohësisht llogaritet edhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes, nuk mund të votohet për një parti, koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie, koalicioni tjetër. Shënimin me X apo plus bëjeni vetëm me stilolaps me ngjyrë blu ose të zezë. Mos bëni asnjë shënim tjetër në fletën e votimit, përndryshe ajo është e pavlefshme. Pasi keni plotësuar fletën e votimit në një nga mënyrat më sipër, ripaloseni atë. Futeni në zarfin A dhe ngjiteni mbylljen e zarfit. Kujdes, zarfi A nuk duhet të përmbajë asgjë tjetër veç fletës së votimit dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin A brenda zarfit B, mbylleni zarfin B dhe ngjiteni atë. Kujdes, brenda zarfit B duhet të fusni vetëm zarfin A dhe mos bëni asnjë shënim mbi të. Futeni zarfin B brenda zarfit të operatorit postar DHL dhe mbylleni këtë zarf. Pasi keni përfunduar, telefononi shërbimin ekspres DHL sipas shteteve ku jetoni. Ju këshillojmë që të dorëzoni zarfin e kthimit te korrieri brenda 3 ditëve nga marrja e dokumentacionit zgjedhor, me qëllim që ai të mbërrijë në Shqipëri jo më vonë se ora 19:00 e datës 11 maj 2025. Posta është e paguar nga KQZ. Dorëzo zarfin e kthimit te korrieri duke treguar edhe dokumentacionin e identifikimit. Përbën vepër penale, shitblerja e votës, nxitja ose fotografimi i votës dhe shfaqja tek të tjerët. Çdo veprim që cënon zgjedhjet si votimi përmes falsifikimit, dëmtimit me dashje i materialit zgjedhor dhe kanosjes. Qëndroni të informuar mbi vijueshmërinë e procesit të votimit nga jashtë përmes faqes së internetit www.kqz.gov.al, aplikacionit mobile KQZ, rubrika Votues nga jashtë, kanaleve zyrtare të KQZ në rrjetet sociale. Për ndihmë, telefono +355 45 00 535 ora 8:00 deri 24:00 me orën lokale të Shqipërisë. Dërgo mesazh tekst në WhatsApp +355 69 40 86 567. Rezervo komunikim telefonik me KQZ në www.kqz.gov.al/rezervo. Pyet direkt KQZ-n, chatbot, duke skanuar QR code chatbot. Vota jote, zëri yt për Shqipërinë.